Një 23 vjeçar me inicialet KL, banues në Shiroku, shpall në kërkim policor nga specialistët për hetimin e krimeve të Komisariatit të Shkodrës, pasi rezulton se i riu ka thyer masën e sigurisë së arrestit në shtëpi. Gjatë 24 orëve të fundit, këta specialist referuan materialet në prokurori dhe nisi procedimin në gjendje të lirë edhe për disa shtetas, një 52 vjeçar me inicialet ASH banues në Gru të Re, pasi ushtroi dhunë ndaj bashkëshortes, një 41 vjeçar me inicialet PG banues në Shtoj të Ri, pasi ka kanosur një 52 vjeçar, si dhe shtetasi RM 35 vjeç banues te Kura Shtrejt, pasi ka kryer punime ndërtimi pa lejen përkatëse. Ndërkohë, oficerët e policisë gjyqësore referuan materialet në prokurori ku nisi procedimin në gjendje të lirë për një 46 vjeçar me inicialet NV, pasi ka kundërshtuar punojësit e policisë. Specialistët për hetimin e krimeve ekonomiko-financiare proceduan një 33 vjeçar për veprat penale, fshehje të ardhurave, punësimi pa ligjshëm, moslëshimi kuponit tatimor, pasi gjatë kontrolleve në subjektin e tij, me objekt veprimtarie, parking, lavazh dhe makina me qera, rezultoi se kishte punonjës të paregjistruar dhe nuk lëshonte fatura për shërbimet që ofronte. Në malësi të madhe hetimi i krimeve të Komisariatit të Policisë procedoi një 46 vjeçar banues në Zagor, pasi ky i fundit ka ushtruar dhunë ndaj bashkëshortes. Ndërkohë në Spitalin Rajonal të Shkodrës është paraqitur në urgjencë me dëmtime në pjesën e barkut një 48 vjeçar banues në Bajz, i cili ka deklaruar se është dëmtuar aksidentalisht. Policia thotë se po punon për sqarimin e rrethanave. Ndërkohë nga specialistët e qarkullimit rrugor ka patur disa të proceduar nga 17 vjeç deri në 80 vjeç, pasi të gjithë rezultojnë se janë kapur duke drejtuar motomjete pa leje drejtimi. Gjithashtu, ka patur procedime për shkelje të rregullave të qarkullimit rrugor, largim nga vendi i aksidentit, drejtimi mjetit në mënyrë të parregullt e të tjerë. Materialet për të gjitha këto raste i kanë kaluar prokurorisë së Shkodrës për veprime të mëtejshme.